Një ngjarje e rëndë ka tronditur spitalin e Korçës, ku një kirurg 72 vjeçar është arrestuar pas akuzave për ngacmim seksual ndaj një paciente 21 vjeçare. Sipas dëshmive, gjithçka nisi kur e reja u paraqit në urgjencë me dhimbje të forta barku dhe të vjella. Pas analizave, mjekët vendosën ndërhyrjen kirurgjikale për apandesit, e cila rezultoi e suksesshme. Por pas operacionit, situata mori një tjetër drejtim. Sipas familjes, vajza është përballur me sjellje të papërshtatshme nga ana e mjekut gjatë trajtimit. Babai i saj pretendon se kirurgu ka pasur kontakte fizike të pajustifikuara, duke i aplikuar krem në trup dhe madje ka tentuar edhe ta puth me fortë. Ai shprehet se vajza nuk kishte folur më herët nga frika, ndërsa shton se gjithçka e ka mësuar vetëm në fund, çka e detyroi të bëjë menjëherë denoncimin në polici. Pas kallëzimit, policia arrestoi mjekun, ndërsa çështja tashmë është nën hetim. Familja kërkon drejtësi dhe thotë se do ta ndjek rastin deri në fund. Ndërkohë, Spitali Rajonal i Korçës ka reaguar zyrtarisht, duke bërë të ditur se kirurgu është pezulluar nga detyra deri në përfundim të hetimeve. Aktualisht mjeku ndodhet në arrest dhe pritet të dalë para gjykatës për caktimin e masës së sigurisë, ndërsa hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë të ngjarjes.